ka që dhe kohë të tjera. Në fakt, në mbaj mend që kur e kemi nisur bashkë në ato vite, shtypi shkruar vazhdon të ishte goxha i rëndësishëm. Dhe unë mbaj mend që mbarova vitin e parë të universitetit për gazetari, edhe punoja edhe kamarier për të mbajtur veten dhe familjen. Dhe gjeta një mundësi për të nisur te Gazeta Metropol. Edhe shkova atje dhe takova kryeredaktorin, ka qenë Sami Neza. E Sami u tha, kemi një vend për reporter ekonomie, po ke 2 javë kohë të më tregosh nëse e bën ose se bën, se s'kam kohë të humbas. Kështu që hajde provoj një herë. Për aq kohë duhet tregoje veten. Po. Vajta i thash pronarit ku punoja që do le punën, e lash punën më një herë te kamarierit, edhe nesër me vajta te Gazeta dhe nisa punën. E fillova të punoj. Edhe po shikoja që ditët po kalonin, kaloi më shumë se një muaj e gjysmë, edhe kryeredaktori nuk po më thoshte që çfarë do bënte. Edhe unë po prisja. Dhe më thret pasaj në zyrë dhe më thotë që do paguash për gjitha ditët që ke qenë këtu, më caktoi dhe rrogën, edhe një tarif telefonit, sepse telefonat ishin shumë të shtrenjtë atëherë. Numrat me 20 famshëm. Numrat me 20 të famshëm. Dhe kam të njëjtin numër që mora atëherë, sepse kalova në emrin tim. Dhe mbaj mend që rroga ime e parë në gazetari ka qenë 250.000 lekë. Si rroga e të gjithëve ne. Po, për atëherë prap konsideroj deri ku një rrogë për fillim ishte mirë. Por kishte diçka tjetër që unë fitoja më shumë si kamarier. Edhe mbaj mend që pata shumë të vështirë. Për sa kohë ke punuar kamarier? Po, disa vite, mbaj mend që nga viti i parë i gjimnazit. Nga viti i parë i gjimnazit? Deri në vitin e parë të fakultetit apo? Po, kryesisht verave po edhe gjatë dimrit kishte gjithmonë mbare që punoja fundjavëve ose pasditeve.